and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Stacy. Unë jam Eleni. Bashkë jemi Stacy Eleni Zylfo. Po ti, Bea, kush je? Si e ke emrin? Si e ke emrin? Beatrice, edhe është motra jone. Edhe sëtë, ky video këtu nuk do e bëjmë unë me Elenin, që do me thonë, do e bëjmë unë me Elenin, por protagoniste e kësaj video do jetë Baby Bea. Sepse Beatrice sot çfarë do bëj? Do të bëj një challenge 24 orë me roller. Do rri me roller një ditë. Kuptove Bea që do bësh? Do rrish me patini këtë ditën. Tani do shkoj te Lajdhomtë, pastaj do krej film flokë. Pastaj ku do hikim? Ku? Nuk e ngjova. Thujem sushi. Brava. Bea, te sushi nuk mund shkosh me pucat, do shkosh me roller. No. Po. Sepse objektivi i kësaj challenge është që po Bea nuk do I heshi tan dite. Beatrice, çfarë do fitoj? Një lodër. No me che no sushi. Mek. No sushi. Do shkojmë te sushi. No compatimi. Do me fitu lodrën e madhe. No vuoi sushi compatimi. Pse? Perché no? Do ulesh, do të rishur. Ma non voglio. Po ti do me fitu lodrën e madhe. Non voglio. Una lodë surprise ose... No. Atëherë, Bea ka humbja. Ma la è piccola. Ok, però do rish me roller. Va bene Bea, do rish me këtë ditën me roller, do shkojmë tek sushi, ok? Je gati? Are you ready? Bati 5? Brava! Fillojmë Bea, fillojmë. Fai così. Fai... No, non fai così, non così. Bëje kështu me duar. Tutun! Bea, hajde këto, do shkojmë të gjejmë roller. Roller? Po, ku janë roller? Pattini? Po, pattini, ku janë? Dove sono I pattini? Bea? I gjete pattini? Po përpara do veshemi se kështu mos I heshesh, okej? Do zgjedhim rrobat. Si do veshesh ti? Se ishte të shaj ti shpirë. Si do veshesh Bea? Do shkojmë të zgjedhim rrobat? Hajde me motrën. Si do veshesh? Do leggings o fun? Leggings. Bea po zjen çorapët. Çfarë çorap do veshesh? Këto me mini ose këto të bardhat? Çfarë do veshesh? Zjedhi pra. Do me vesh funin. Me geta? Veshim getat me funin? Ti Bea funin çfarë do veshesh? Këtë apo këtë? Questa marrone. Tregoje pak këtu te video, tregoje pak si është, hape? Hape mirë? Po rrin aty me ekuilibër me një kom. Tregoje pak Bea funin, tregoje pak. Funin, jo komen, trego funin. Tadan, ku janë geta tani? Do I zgjedhim? Do I gjejmë, me thënë drejtën. Do jenë, Bea ndoshta të dho me mamit? Se I ka pas vesh ti? Po, ka pak ftoft, jo? Ti moj motra? Non lo sai? No. Ne e kina thonë Beatrice që po do fitoj këtë videon, do me thonë nuk do I heshi kurrë, do fitoj një lodër madhe. Stasera andiamo a comprare, do shkojmë ta blejmë sonte. Me roller, nuk do I heshesh, okej? Do I heshesh vetëm në momentin që do shkosh të flej gjumë. Bea, do shkosh të lash dhomte, pastaj me roller. Tregoja outfitin, Bea, tregoja outfitin. Tadan, je gati? Oddio. Pericole. Ops. Qo, do shkojmë të lajmë dhomë. Hajde, avash. Hajde të bajnë, hajde. Si ndjesh Bea? Top? Je mirë?
Mami. Si bellissima. Eleni do të tregoni outfitin? Jemi gati atëre. Outfiti Beatrices. Atëre, golfin e zezë, funin e bardh, çorapet edhe. Çe janë këto Bea? Patini. Eleni ti si e veshur? Kam veshur një trike, shumë bezike, pastaj jeansa e xhaketën jeans. All Zara. Çdo gjë të Zara, ndërsa mua, atëherë unë kam veshur këtë trench Zara, pastaj triken Zara, edhe jeansat Zara, edhe këto Texani Camperos thirrni siç e doni. Edhe pastaj kam këtë aparatit. Hajde tani. Edhe do të shkojmë të hajmë sushi me një vend super i mirë, kemi shkuar një herë. Po do shkojmë edhe një herë tjetër. S'do më vesh xhaketën Bea? Është këto. Edhe pastaj e heqim. Mami, outfiti jot është edhe joti All Zara. Po. Krejt. Krejt rafti jon tani është krejt Zara. Po dio Bea. Ska sa herë ka për trasot Beatrice. Bea do zbritesh tani shkallë, të kesh kujdese sepse është një gjë shumë e vështirë. Kujdese, si keni për tra të dyja. Jo një. Bravo Bea. Bravissima Bea. Ma è sotto l'ascella. Brava Bea. Brava Bea, tani po i giro këto me roller. Stand up. Ndihmoj e pak. Do e hapesh derën? Kujdes. Good. Kujdes Bea se po bjen edhe shi pak. O zot. Sepse neve këtu po mbyllim krejt oborrin. Edhe quindi kemi këto për të hecur për momentin. Let's go. Kujdes Bea se këtu mëra do të bëhesh pisa dhe do vritesh. Brava! Tani do futemi në makinë. Okej, hec Bea. Shpesh. Prit, se ndoshta e bë vet. Prit. Ti rri afër. Vai Bea. Po ti forza, vai. Brava! Vede? Ja doni? Po. Bea, fa vedere, tregoja pa. Kush është aty? Thuja, prit. Dai, no, thuja ti. Aspetta, dobbiamo tirarlo. Perché sennò non riesco. Chi è Cristiano Ronaldo? E pastaj shoku vet kush është? Me? Messi? Non è amico lui, non è suo amico. Non sono amici? No. Pse nuk janë shok? Perché non sorelle io. Bea, kush të pëlqen më shumë, Cristiano Ronaldo apo Messi? Cristiano Ronaldo? Pse? Perché Është më i bukur. Do të shkoj. Prit hiç mami. Prit. Është pak e mërzitme se i vemin pak komtë. Dhe më gëmbë. Pak? Dhe Hajde që do blem lotrën Bea, hajde. Andoj hiçi se e persë vjen. No, nuk, mami, mos bëk kështu sepse Beatrice ka për të fitu. dei signori. I vjen turp. Bluti così. Jo, Bea, janë bukra. Non è vero. Ma bën jam humbre leggings. No, ne pastaj do shkojmë blem leggings. Geta, sepse Bea s'ka shumë geta, vero Bea? Çfarë ngjyre do i blesh? Zeza apo të roza? Do shkosh te Grand Emilia të bësh xhiro aty. Okej, hajde. 1, 2, 3. Constellations will find a way through the celestial symphony. We'll sway with every step we leave our cares behind. In this celestial
Shikoni çfarë ka marrë Beatrice? Bea, cos'è? Cos'è? Shumë tut. One eternity later. Shi. Wow. Qa bone maj? E hume sfidën, e? Sfidën e ke humbur. Okej. Komplimenti Beatrice. Ma tani vetëm sepse ta kishte pak turp, vetëm për ata. I pinte pak si zonë me hyj aty te sushi me ata se ka jemi, me rollej. Mund ta fillojmë prapë Eli? Po, mund ta vazhdojmë Bea, ta vazhdojmë. E ku do shkosh me ato? Ku do shkosh? Ku do shkoj tani? A casa. Jo, në shtëpi, jo. Nuk më shkoj në shtëpi sepse ti do t'i përdoresh ata. Shkojmë tek në një qendër tregtare. Dove? A fare cosa? Me bë disa gjëra të ndishjanët. Per pattini. Po, me patini, po? E po fute me patini edhe Do heci se. zgjedhësh aty E lodër. do blesh i lodër. Do i zgjedhësh me rollej. Ma come fate? Io devo che scappe. Ja, mund të shkosh edhe me ata. Pastaj të marrim edhe ata këpucët me bete. Se na nuk mund se na nuk mund të blejmë, se na nuk mund të blejmë lodret. Okej, Beatrice ka humbur sfidën. Do shkojmë te shtëpia. Ma non ci con i pattini. Mund shkojmë po deshe. Po, Vetëm 5 minuta, vetëm me mor lodër. po kjo është sfida. Se no. Pastaj do i bëj edhe qeqi me Elenin, do i bëjmë një ditë tjetër. Atëherë tani, lam babin në shtëpi sepse babi son të bën notën, do me thonë që do të pushoj pak edhe do flej pak gjume. Edhe po shkojmë tek qendra tregtare unë, Eleni, mami Edhe bebi Bea. edhe bebi Beatrice. Po bebi Bea ka humbur sfidën, kështu që nuk do blej asgjë, do blejmë vetëm neve. Secondo me do t'i vej. Però, Do t'i vesh Bea? Ja, nuk e vesh. O si vesh e ka kokën aq të fortë, sa që o zot nuk e ke ide. Edhe na thanë edhe po ja kam pas thënë juve, jo me shku në gjiro, me shku me ndetën në shtëpi 24 orë, sepse i vjen pak turp për me dalë me ata, me rolle edhe Në shohin njerëzit. po. Vabbè, shpresoj. Desha mi o thanë, kur hani sushi ju, nuk ju merën me, nuk ju vej gjumë si dreke, sepse unë jam shumë rinkolionita kur ha sushi. Për zotin nuk isha që t'i boja vetëm gocave, se doja një gjumë tani. Ma pse është ditë e diele edhe Voglio dire che hai detto rincoglionita, non so se lo sai. Ka niente rinkolionita. Che rincoglionita do me thonë pak budall dhe pak Rinkolionita, pak- shema. po kështu, pak po budallash, që pak Si, gjumë. për zotin, ashtu jam. E shpirë. Edhe Queste cose prima riprende sulla polizia. Cosa? Non ho capito. me dritarët me finestrin të mbyllur nuk vje policia. No, vje, me ti të qëtura. Vje qëtura. Edhe është dita diel mami na tha, vabbè, Bea ka marru sfidë, nuk do e vazhdoj, të shkojmë në shtëpi, unë i thash, ja, vlogun ta marrojmë mirë, sepse në shtëpi s'kemi çfarë me bë, që Pastru. e disha që do të thushe, infatti isha tu thonë me pastru shtëpinë, nuk po bëjmë video ku pastrojnë shtëpinë, bëjmë punë të Po shtëpisë. pasi jep një motivim edhe Po neve motivime ato me ju. Po neve motivime juve po japim, pastroni shtëpinë, moni mamit edhe prindrit. Ja dash. dal giro je. Vabbè, atëherë neve shtëpinë e pastrojmë. Ok, quello sì, però Dai, mezzo giro, cioè. Që nuk mund bëj video ku pastrojnë shtëpinë. Sot do ju mësojmë si pastrohet dhoma, si lahet për tokë, si lahen pjatat. jo me mësu, se ato i din vet po. Çfarë do bëj? Ne sot po pastrojmë. Jo Ne pastroni edhe ju. Ne kemi në krejt këto muj që nuk kemi munguar, neve kemi pastru shtëpinë çdo ditë, çdo minutë dhe çdo sekond. Prandaj kemi munguar nga YouTube-i. Për zotin vetë rrena njerëz. Pasha zotin. Sot na Atëre, fal. sa është ora, pritni. Është ora 4. 3:53 minuta, do me thonë ora 4. Edhe pak. Shpresojmë gjejmë disa gjëra nga Si anën s'mora ndër.
nga Instagrami. Asi që është nga Instagrami, nga Zara. Një të nga Instagrami, disa gjonit. Ti bina të produkte? Po, që kështu kanë thonë? Dhe qikoj. Atë arritëm tek Fetali, tek qendra tregtare, edhe unë jam pa gjup sepse, patrem sepse thashë nga të brenda s'ka shumë stoftë, edhe shpresojmë të gjejmë diçka tek Zara. Zara gjithë sa dush, a ke lek? Ja, nuk është vërtet, çdo herë që kemi lek s'ka asnjë gjë. Së s'kena? Kur s'kemi lek, gjejmë Ragazzi, mi sento... Atëherë, sa dolem nga Zara dhe kemi bler dy gjëra, një bodje dhe një fustan, se pastaj në shtëpi do i provojmë edhe do ju tregojmë. Është me vërtet një super fustan sepse është tipo ngjyrë që është ngjyrë Për verë. Po, për verë është proprio një ngjyrë super e bukur edhe na rrin shumë mirë floktë. Jemi shumë të lumtura, dhe s'kushton tas shumë sepse fustanët disa herë tek Zara kushtojnë me vërtet shumë Kushtonte 30 euro. Però kushtonte 30 euro e kemi blejtë, edhe pastaj bodin e kemi blejtë në parte dhe pastaj do ju tregoj më mirë tek shtëpia. Ciao Bea, a dopo! Ciao! Tani sa erdhem në shtëpi dhe do shkojmë të marrim 2 picë margherita, t'i hajmë unë me Beatricën, me Eleni me mamin ose vëbe, sepse babi si që thash bën natën sonte. Nuk di pse na erdhi kjo ideja për picën, sepse kemi hongër me vërtet shumë, kemi hor sushi, akullore, kemi hor shumë. Pastaj edhe unë edhe Beatrice tek qendra tregtare morëm edhe një krepë, sepse takuam kushëria në babit. E quindi kemi hor një krepë, kemi pirë një kafe së bashku me kushërinë e babit, edhe po kemi prapuri, quindi do shkojmë të marrim 2 picë. Atëherë tani sa mbaruam picën, tani do marrim shjeset e Zares edhe do ju tregojmë rrobat, besoj që do jenë atje te korridori më duket. Shikojmë pak. Jo, do jenë tek dhoma mamit atëherë. Okej, atëherë gjërat që kemi blejtë për mua edhe për motre, ajo më falni, për Beatricën që para. Kemi këtë kompletin këtu of stitch, shikoni sa bukur. Trikën dy të shkurtra, edhe pantallonat e shkurtra. Atëherë trikën sa e ka paguajt Bea? 10 euro. Po, 10 euro ka paguajt 13 euro. Shikoni këto. Edhe kjo është kompleti Beatrices. Bea, s'ke blej gjë tjetër, vetëm kompletit. No, avevo comprato un'altra cosa, tipo il toppino giallo. Pyet mamin sepse këtu s'ka asnjë gjë. Ndërsa këtu në brenda për ne kemi blejtur body, që këtë bodin e duam me vërtet nga shumë. Bea, e duam me vërtet nga shumë kohë, me vërtet super i bukur. Kemi marrë masën S, edhe kemi paguar 16 euro. Pastaj kemi blejt këto, fustari këto. Shikoni se e bukur. E kemi paguajt 30 euro. Është me vërtet shumë i bukur sepse është me vërtet një ngjyrë proprio verë, është fantastike. Pastaj nuk dua të provoj tani sepse sa kam veshur pijamen. Sì, lo metto. Por Bea, do e shikoni tek postat e tona Instagramet që do e veshim, do e përdorim. Por herën tjetër që do hikim prapë te Zara, dua të blej fustanin si ky, por është një ngjyrë pak blu, edhe është një model tjetër, por është njëjti material edhe është me vërtet shumë i bukur. E dua ta marr, se kështu mund t'i ndroj me mos të marrim njëjtin fustan. Edhe Bea, hajde këtu. C'è? Si ka shkuar kjo challenge? Mirë? Cash, perché mamma Valli perché sa a cucinare. One eternity later. Bea këtë challenge e ka humbe, nuk ka fituar sepse 24 orë s'ka mund mi majtë. Tani 10 minuta. 10 minuta maksimum, jo vërtet. Proprio vetëm një gjirë këtu në shtëpi dhe mjaftë. Si ka mbajt fare, do me thëmë, po hecmo. Neve tani po mbyllim këtë video, do shifemi të shtunën me një video. Edhe shpresoj që kjo video ju ketë pëlqyer, po keni disa ideja të tjera me bë disa video të ndryshme, na shkruani poshtë te komentat. Komentoni po kjo video ju ka pëlqyer apo jo. Challenge i Beatrices nuk e ka pëlqyer sepse nuk e kemi bërë, po hajde mo, kemi munduar. Edhe neve ju putim të shifemi të shtunë. Bëni një follow në Instagram, në TikTok, edhe ke linku poshtë tek infoboxi. Edhe neve ju përshëndesim. Bye.